The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. 5 nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. Siç edhe dëgjuar nga ky sinkron, praktikisht Trump mbasi ka lënë të kuptojë dhe unë gjykoj që paniku që kanë vendet europiane nga vetmia amerikane nuk është një bllaf. Shpresoj që të mos vërtetohet, por deri tani alarmi është shumë i madh. Përqendrimi i Donald Trumpit në kontinentin amerikan, në kontinentin verior dhe aty jugor, ose në Amerikën veriore ku ndodhet Amerika vet, në Amerikën qendrore ku ndodhet Panamaja, aty te komshit, pra komshit e Shtetit Bashkuar të Amerikës sot po kalojnë momente shumë të vështira. Praktikisht Trump ka premtuar shfarosjen e karteleve, siç edhe dëgjuat, qeveria meksikane nuk dihet se si nga i gjeti 23-24 kryer kartele shumë të rrezikshme, se duhet i ka pas aty nga afër, dhe ja ka dorëzuar Trumpit, ja kanë thënë si terror, për të thënë që ne kemi vullnet për një bashkëpunim shumë të mirë, dhe nga ana tjetër, sherrri i papar dhe i jashtëzakonshëm me kryeministin Trudeau, pra kryeministin e Kanadas, që Trumpi e quan zoti guvernator. E quan guvernator sepse nuk e njeh si kryeminist, sepse është, po themi, guvernatori i shtetit të 51 që sipas vizionit të Trumpit, Kanada do shndrohet shumë shpejt. Këtu jemi. A doni ta dëgjoni të Trudon sa i dënduar është? Ta dëgjojmë pak Trudon, ja të them treshin, vetëm për dëgjuar pak nga intonacioni i kryeministit kanadez, se sa rëndë situatës, se neve jemi në ndan një oqean, e kemi çik më të lehtë, po Trudeau është me të vërtet shumë i lënduar. Dëgjojmë Trudeau, treshin. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. Donald. In the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. Kështu foli guvernatori i Kanadas sipas Donald Trumpit. Kisavi. Të duk pak i tristuar mua më dhëmës kur e montova. I shqetësuar po, ka 2 muaj që ka dhënë dorëheqjen dhe nuk duket se janë zgjedhjet afër dhe do i humbasi. Por Donald Trump është duke përdorur mjete ekonomike për të arritur qëllime politike. Dhe në këtë rast përdor tarifat për të arritur qëllimet që lidhen me kufirin më shumë dhe me trafikun e drogës.
Problemi është që unë nuk mendoj që Kanadaja dhe Meksika janë në tintin thuash thes me problemet që kanë. Meksika ka probleme shumë të mëdha që kalojnë sigurisht në Shtetet Bashkuara, ndërkohë që këto probleme në ana tjetër e kufirit në veri në Kanada nuk janë të tilla që të ketë thuash këtë lloj gjuhë nga ana e Donald Trump. Dhe kjo është, le të themi, kam përshtypjen dhe thelbi i saj shqetësimit Trudeaus në këtë rast, sepse nuk e kemi parë këtë lloj interviste ose këto fjalësh nga ana e Meksikës. Meksika e di problemet të shulur për të diskutuar, ndërsa problemet që vijnë nga kufiri verior nuk janë të tilla si nga Meksika. Dhe prandaj nuk ka shumë kuptim të bësh të njëjtën luftë si me Meksikën si me Kanadan, kjo është duke bërë Donald Trump në këtë rast. Po Meksikën kam përshtypjen ai ka shumë të drejtë. Problemi është ku do të dalë Trumpi me këtë? Në lidhje me Meksikën, Trumpi do të dali për tek ideja që fentanili është duke përmbytur Amerikën. Në 2023 kanë qenë 110.000 vdekje nga bindozat vetëm nga fentanili, që është një problem gjigant sigurisht në vend si Shtetet Bashkuara. Unë jam dakord, unë dëgjova Trumpin kur foli përpara Kongresit, ai akuzoi në radhë parë Kinën. Se fentanili nga Kina vjen. Kina prodhuesi numër 1. Atë justifikon kjo, që nëse mund themi që si ta goxha e shpar, nëse sillen keq të vendet baltike me pakisat ruse, Putini së më të njëra sillen fentanilin, bëjmë luftën e fentanilit, sulmojmë. Kjo në gjallë Meksik. Trumpi e ka hapur atë luftë, e ka shpallur. E ka tregtare, jo ushtarake. Jo, edhe ushtarake. Shpresoj mos e ka me desant. Kjo në gjallë pak me atë që bënte Britania Madhe me emigrantët që vinin nga Franca. Pra problemi nuk ishte i Francës si lejonte emigrantët kalonin, problemi ishte Britanisë Madhe që nuk kontrollon dot kufit e vet. Por lufta e tarifave ka krijuar vërtet një kaos gjigant dhe një anarki. Mund të shndrohet diçka tjetër lufta e tarifave? Në hatëmbetje në qefmbetje mes vende mund të shndrohet. Edhe problemet të mëdha ekonomike sigurisht mund të shndrohet, sepse ka provuar një Donald Trump gjatë presidentës së parë ka vendosur tarifa të ngjashme. Dhe statistikat janë kokforta në raste të tilla, deficiti tregtar i Shtetit Bashkuara u rit me 200 miliardë, nuk u ul në atë rast. Kolumbi? Besoj që Donald Trump është i qartë në atë që thotë, dhe duke pas se Donald Trump ka marrë gjithmonë pa mujtunën, ai mund të arrijë qëllimet e tij. Por duke pas parasysh se Amerika e mbështet shumë financiarisht Kanadan, Kanadaja në një farë mënyre duhet të respektoj shumë politika amerikane në mënyrë që të kërkoj bashkëpunim të sinqert me Amerikën. Por me tërdon Trump e ka dhe personale, pasi tërdoja ka qenë njeriu që ka zbatu deri në ekstrem politikat liberale. Mos të harrojmë që në Kanada gjatë drejtimit të kryeministrisë dhe të qeverisë së Trudeaus u arrit deri aty sa në shkolla të fëmijëve adoleshent u futen tema transgjinore, u futen tema duke i pyet fëmijët në një moshë adoleshente që nuk duhet të hapësh tema të tilla se si njihen etj etj. Pra eksperimenti i tij kundër familjes i Trudeaus pa të arrit në shkallë tepër të rrezikshme. Dhe për mendimin tim është fat që një kryeministër i tillë po ikën nga politika e Kanadas. Pra do të thënë Trumpi e ka dhe më tepër ideologjike për gjithë ato unë jam këtu, po tisha aty do të thoj një tjetër. Mendon që do bëj me të vërtet një betejë politike, diplomatike, represion total për ta shndruar Kanada në shtetin e 51? Unë mendoj që Trumpi mund ta bëj këtë, por Trumpi nuk do ta bëj me forma presionit të luftës, por Trumpi mund ta bëjnë me bindje që dhe kanadezët... Po ta gjyrnizoj ekonomikisht, ta bëj... Po normalisht, sepse politika ekonomike është presion. Dhe kur përdor ekonominë për presion, arrit sukses. Por jam i bindur që Trumpi do ta bëjë në doj forme që do të ketë sukses, që të binin të gjithë kanadezët që kjo mund të jetë edukta. Sa sukses ekonomike arriti 4 vjeçarin e parë Trumpi me këtë politikën e tij? Amerika ishte një ndër vendet më të zhvilluara ekonomike, bota pati stabilitet ekonomik, bota nuk pati luftra, në largimin e Trumpit ne dim që bota kaloi momente shumë vështira, ne dim që lufta e Ukrainës ka kushtuar dhe te xhepat ton në Shqipëri, që jemi një vend i vogël, dhe fakti që Trumpi në një formë, në një tjetër ruajti stabilitet politik, arriti dhe pat sukses dhe ekonomia. Pra në vitet 2016-2020, bota ishte shumë herë më mirë. Kjo është fakt. Në fakt rritja ekonomike gjatë periudhës së Bideni ka qenë më e lartë se ajo. Bozhego? Që Trumpi këtë mandatin e dytë ka ardhur për ta çuar deri në fund misionin e parë. Ambasadorin timi Kanada Meksik, aty përqendron. Po, një sekondë, se këtu Okej, dakor. Domethënë se duhet dalë ke misioni.
Që do të thotë, pjesa e Meksikës për sa i përket karteleve është me natyrë ekonomike, sepse kartelet efektivisht edhe në gjithë statistikat i shkaktojnë dëm ekonomisë amerikane. Në të gjitha strukturat, format dhe janë para e pisët e cilat Ekonomik dhe pastaj social. të gjitha bashkë, sepse janë faktor që ndikojnë njëri tjetrin dhe kuptohet që kjo indikon në mënyrë drejt për drejt, edhe veç zhvillimit vendit, sepse ai tek e fundit tani po kërkon një lloj mënyre edhe forcë punëtore të shëndetshme, po quajmë për te retorikës së fjalës ekonomike. Por, nga ana tjetër, Meksikën e gjynjëzon se e ka në dorë. E ka pas gjithmonë deri diku në dorë. Nuk është në pozicion barabartë as fuqi ekonomike dhe as çdo lloj gjëje që të bëj Meksika kundër Amerikës për ta gjynjëzuar nuk e bën. Sepse Meksika është e vetëdijshme për probleme. E vetmja gjë për tepër, e vetmja gjë që mund të jetë nafta në një lloj mënyre, por dhe ajo është e menaxhueshme. Kur vjen puna e Kanadaja, situata ndryshon, sepse ai mund të përfitojë vetëm nga një faktor. Kanadaja në popullatën në thonjza apo ta quaj autoktone të sajën e ka të pakët pra ato që është kanadeze në origjinë, le të themi. Dhe ai duke bërë edhe presionin ekonomik në mënyrë të drejtë për drejtë dhe imponuese, ka një probabilitet shumë të lartë që në një moment caktuar të mund ta kthej ke vetja. Zakonisht do dhe kundërta, zakonisht sa më shumë presion të bësh aq më keq Dëgjoj, nga ty. në këtë rast mendoj që është një presion i studiuar, nuk është një presion i ardhur. Kjo është duke ndodhur në fakt Kanada, sa më shumë presion ka, aq më shumë po janë kundër Shtetet Bashkuara. Se është me mësu nga psimet. Herën e parë që vendosi tarifat njërën tjetrën, pavarësisht efekteve mos efekteve, nuk arriti në këtë formë që është sot. Sepse sot ka dalë në një plan drejt për drejt, pra qëllimi është i pastër, i treguar. Herën e parë nuk kishte këtë qëllim. Tarifat ishin më shumë për një çështje ekonomike të brendshme, ndërsa këtë radhë qëllimi ka shkuar për te. Të dua shtetin tim të 51 dhe popujt kur gjynjëzohen tek buka e gojës, historia ka treguar dhe do tregoj, nëse do vazhdoj, që don. Është ekonomia e madhe botërore. Ekonomia e madhe botërore, por do të parë edhe një çik. Po nuk e di, ka identitet nacional. Është pjesë e Commonwealth-it. Ka identitet nacional. Nuk ka identitet nacional. Goxhaj, Kanada. E ka të copzuar. To be a Canadian is something? Dy identitete nacionale, një franceze, një angleze. Nuk ka një të unifikuar që. Është pika ku mund ta cënojë. Quebeku mund të kërkoj pavarësinë me këtë rast. Po. Sepse dhe ka kërkuar, ka bërë referendum, po nuk arriti ta fitoj. Po mendoj në këtë. Do ketë mbështetjen e Francës Quebeku? Është frankoform. Po në kuadrin e frankofonisë ka forma të ndryshme të Trumpit që shkëputën edhe pjesa tjetër. Mendoj që Trumpi këtë herë ka ardhur me një ndryshim të vogël që herën e parë mendonte që duke bërë politika me tarifa do të sillte do ulte deficitin buxhetor amerikan, që është abisal. Do me thënë është i jashtëzakonshëm dhe po të kishte qenë një shtet tjetër, do të ishte falimentuar. Por Shtetet e Bashkuara me qenë se emëtojnë dollarin, arrin që të vazhdojnë me ekonominë e tyre. Po kësaj herë ai ka shtuar edhe një dimension tjetër që kërkon riindustrializimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk është vetëm çështja e tregtisë, po kërkon që edhe të sjellë industrinë amerikane brenda, si kundër kërkon dhe Europa. Për shembull, dhe Macroni ka dalë me tezën e riindustrializimit të Francës për të sjellë industritë kryesore, të cilat i lanë tikin në Kinë. Dua të të ndërpres, sepse nuk dua të ri strikt dua të ri besik temës, jo, atë, sepse janë shumë interesante, po janë pak si të përgjithshme. Tani, Goxhaj, pyetje konkrete. Ushtria amerikane mbron vetëm kufit e Meksikës, Amerikë-Meksik, ka autorizim të fundet për duke ndjekur kartelet në çik territor? Jo, për momentin tash akoma jo, për arsye se nuk ka marrë fondet, pra i ka kërkuar Kongresit miratimin e një fondi për këtë luftën e re që ka ndodhur, kjo lufta e re e pafundme. Amerika shkon nga një luftë pafundme në një luftë tjetër të pafundme. Pra nga lufta kundër terrorit, tash doli luftën kundër karteleve. Është e njëjta luftë. Kartelet të shpallura terroriste. Absolutisht, po prap kundër karteleve drogës. Dhe kjo luftë kundër karteleve drogës është e njëjtë si lufta kundër terrorizmit. Pra aktualisht duhet të angazhoj. Mendon që është e humbur si luftë? Jo, nuk është e humbur si luftë, po është luftë e gjatë dhe pafundme, nuk është e humbur, sepse do jetë në të njëjtat nivele. Do ketë fërkime ushtarake me Meksikën për këtë? Jo, nuk do ketë fërkime ushtarake me Meksikën për këtë, por do të ketë problem për arsye se duhet përdoret të gjitha ato forca që përdori gjatë luftës në 2001 kur shpall lufta kundër terrorizmit, dhe do përdori gjithë ato që quhen Tier 1, pra të gjitha forcat speciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës për fshitësinë dhe mund të kemi sërish edhe riangazhim të ri të atij programi të rendishëm që ishte
për arsye se e ka shpallur që lufta ndaj këtyre karteleve nuk do të bëhet vetëm në Meksik, pra do të bëhet në gjithë vendet, pra do të përfshijë gjithë globin. Duke përfshirë edhe vendet ku këto kanë shtrirë dhe ku pastrojnë produktet e tyre, pastrojnë parat e produkteve të tyre. Dhe nuk është çudi që të përfundojë edhe në Shqipëri, pra se kemi pasur disa herë që edhe mediat meksikane kanë thënë që personazhe të caktuar me emra mbi emra shqiptar që pastrojnë parat e karteleve të Sinaloas në Shqipëri. Pra, do të për të angazhuar këto trupa. Do na lëm pa ne kull thua ti. Për të angazhuar këto trupa, aktualisht duhet miratimi i Kongresit dhe e ka çuar pra në Kongres edhe programin edhe sasinë e parave që duhet dhe i duhet miratimi. Në momentin që e merr atë, do të fillojë angazhimi i këtyre trupave jashtë territorit të Amerikës, në Meksik ose diku tjetër. Pra, Meksika e pastër që të mos i cënojë ekonominë e vet, sepse atje ka investime, ka interesa ekonomike të ngushta dhe duhet të kontrollojë vetë. Ne dim që shteti është kontaminuar. I duhet ta pastrojë për çdo vetën. Tregtisë së lirë së bashku me Kanadan. Po me Panaman, ç'do bëhet? Jo, me Panaman aktualisht ka nisur një projekt tjetër, pra nuk është projekti ushtarak, është projekti ekonomik. Blerjen e porteve, kompania BlackRock, është ajo e cili po tenton të blejë të gjitha portet në kanalin e Panamas. Do të rriqet paqësisht Kina nga Panama, thua ti? Shiko, Kina nuk është se kontrollon kanalin e Panamas, kontrollon portet. Këto portet tashmë i ka marrë me kontratë përdorimi, por nuk i ka blerë. Vetë historikisht kanali Panamas që në krimin e vet filloi me Francën në vitin 1881 dhe ishte për interesa ekonomike, sepse kanali i Panamas, atë ku kalohet, ka një leverdi shumë madhe sepse ka një shkurtim të papam rrugës dhe gjithë tregtia globale bëhet te kanali i Panamas. Dhe është e vërtetë që Sinaloa dhe kartelet në Sinaloa në bashkëpunim me Kinën, ata bëjnë dhe pastrimin e pareve. Dhe Kina ka një interes shumë të madh për kanalin e Panamas. Dhe Kina ka përfitime shumë të mëdha ekonomike vitet e fundit duke kaluar mallrat nëpërmjet kanalit Panamas. Dhe arsyeja pse Amerika e kërkon përsëri kanalin e Panamas është lufta tregtare ekonomike me Kinën. Mallrat sërish do t'i kalojë edhe kur ta marrësh të Bashkët Amerikës. Do paguaj një taksë më të lartë. Çështja e tregtisë nuk paguan dot taksë më të lartë, por problemi qëndron te kalimi i mallrave. Problemi qëndron te portet që Kina ka marrë në kontroll. Pra te mallrat që bien në Panama dhe që aty shpërndajnë dhe këto porte aktualisht në Bashkinë e Amerikës po duan t'i blejnë në mënyrë që mallrat kineze mos të sancionohen më në këto porte dhe të mbulojnë gjithë Amerikën Latine dhe Amerikën Qendrore. Që do të thotë që ti pres krahët ekonomisë kineze. E mallrave që shpërndajnë aty. Është shumë e vërtetë që ai që kontrollon kanalin e Panamas ka një avantazh të papam tregtar ekonomik financiar. Në marrëveshjen e bëme mes Carterit dhe presidentit Omar Trorilos, ishte që Panamaja ta kontrollonte mas viteve 99 të plot kanalin e Panamas, por Amerika ka të drejtë ta rikërkojë në momentin kur kanali i Panamas rrezikohet nga interesa dhe nga shtete tjera. Pra Trumpi pavarësisht se ka thënë hapun, Kina po kontrollon në mënyrë indirekte. Ja të dëgjojmë pak çfarë thot Trumpi në lidhje me porosin që i dha dhe Rubios, i tha shko me Panaman tani. Shko me katrat, lutem. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others. But others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal. They died of malaria. They died of snake bites and mosquitoes. Not a nice place to work. They paid them very highly to go there, knowing there was a 25% chance that they would die. The most expensive project also that was ever built in our country's history, if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. Po qartë, nuk ka. Ha? Në qartë. Tani, problemi është, në qoftë se kush ka në informacion, ka
Të dhëna që kanë rezistent qeveria panamese, apo i ka ullur pantalona? Kryeministri i Panamas, me falë se ta nërpreva, kishte deklaru që kanali i Panamas nuk është në shitje, por me njëherë pas saj deklarate, kishte dhënë këtë deklarat Trumpi, në të cilën e shprehi shumë qartë që Amerika ka investu, Amerika e ka nërtu, punëtorët Amerikanë. Çfarë tha më pas pra kryeministri? E tha për para fjalimit të Trumpit. Mbrapa ka hesht. Do me thënë për para Ka pas probleme me rrymë në pantalonave. Brava Mirato, heshe miratim, aplikoj princip administrativ. Ka pritë mbështetje prej Macronit, po nuk është një Macroni. Ka pritë me i qutë trupat Macroni. Pa, do më thënë, me temperamentin që ka tje një goxaj, se ti je trampisti vjetër. Me temperamentin që ka Donaldi dhe me këtë eufori që ka dhe me këtë, se të është erë të mbarë që ka, se në fakt për një muaj ka kryer një efekt shumë madh. Mund të jemi pro, mund të jemi kundra, por një trondite, një tërmet vërtet edhe, ka filluar një e premtoj dhe edhe. Do ta bëjmë një emision tjetër. Mendon që mund shkojë Trumpi deri në zbarkim në Panama? Jo, nuk është e nevojshme. Panamaja do të bindet në këtë aspektin politik dhe ekonomik dhe nuk ka nevojë të çojë trupa në Panama, pra. E gjynjëzon absolutisht, se nuk kanë rrugëdalje tjetër, pra, që të shmangen pushtimit, më mirë pranoj këtë mënyrë. Do të thonë, është kërcënimi potencial. Nga fjalët shkojnë të vepra. Ata e perceptojnë si kërcënim, po në realitet nuk është si kërcënim. Do bëjnë një qik rezistencë tash edhe për popullin, mos ta dekurajojnë fare. 903, do me thonë, vjen marrëveshja e 97, thënë përsëri tek marrëveshja e 903, pa ne i përplasje. Kam dhe 3 minuta për këtë, po... Kina nga ana tjetër. Kina nuk ka të drejta ligjore. Kina reagoj për këtë. Më intrigon pak fakti që të kthehemi në Europë, të kthehemi në qoftë më në 3-4 milion në Europë, sepse nuk e sqaron deri në fund pozicionin francez, që sipas meje ishte shtrati ose ishte forca sponsor kryesor i mbledhjes sotshme të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Ta dëgjojmë një kështu dhe si sintaks, kemi sekond shkurtër 5 e Macronit, që foli dje kombit për rrezikun e madh që Rusia ka për siguri kombëtare franceze. Macron. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. Atëherë këto 60 sekonda që më mbeten për këtë temë, dua në mënyrë kështu, vetëm me përgjigje shumë të shkurtër. Dhe filloj nga zoti Plumbi. Atëherë, Rusia e sulmoi Ukrainën apo Ukraina Rusin? Rusia, natyrisht. Okej. Është fajtore për këtë sulm? Fajtore është Rusia, por dhe Ukraina dhe Zelenski u keq përdor. Për një luftë pa nevojshme. Për një luftë pa nevojshme. Dakor. Fajtor. Po s'kam kohë. Por. Okej. Kisafi. Rusia sulmoi Ukrainën apo Ukraina Rusin? Rusia sulmoi Ukrainën, sigurisht, po faji 70% tek rusët, 30% e Ukrainës. 70-30. Okej, por 70-30. Zëja Bazi? Europa duhet kishte reaguar siç duhet. Kush sulmoi? Rusia, Ukraina apo Ukraina? Është një fakt i ditur. Jo, ka ndryshuar tani. Më vjen shumë keq, ka ndryshuar algoritmi. Nuk është përmendur më ka ca kohë. Jo, problemi është që historia ka filluar që kur u mor Krimea dhe nëse do të ishte bërë një përgjigje siç duhet në momentin e marrjes së Krimes, s'do kishin pasur as Rusin as Ukrainën të shkonin luftë
me njëra tjetër. Goxhe, kush sulmoi Ukraina, Rusin apo Rusia Ukrainën? Më që Rusia sulmoi Ukrainën në këtë moment. Pra, ka që 3 vete ka sulmuar Rusia Ukrainën. Dhe ka sulmuar me drejt. Në mbrojtjet popullatës vetë, bëri të njëjtën gjë që duhet bënte Shqipëria në Kosovë ndaj genocidit që bëri Serbia ndaj shqiptarëve në Kosovë. Ne nuk e bëm, ata e bën në ndihmë popullit tyre. Rusia sulmoi Ukrainën, por e sulmoi atë me të drejtë. Kjo është përgjigjja jote. E mbyll ti Bozhego? Agresori është rusi, por motivet gjenden aty në mes. A falë dhe ti e me variantin sulmoi Rusia, por Agresori, Okej. thash, është rusi, Ka ardhur Trumpi po. por e vërtet është aty në mes. Duket sikur dëgjoj hapat e Donald Trumpit në studio. Okej. Publicitet. Fuqia është gjë e madhe.